Në kuadër të fushatës elektorale për balotazh në Prizren, ku garojnë kandidati Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi, kudo që shkon kandidati Totaj po pritet me duar trokitje frenetike. Nga Arbana dhe në secilën lagje e fshatë të Prizrenit, po ndjehet fryma e fitores. Gjithë përfshirja dhe qeverisja për të gjithë pa përjashtim është filozofia jonë udhëheqëse. Së bashku me partnerët e koalicionit angazhohemi e mobilizohemi për çdo votë të dielën. Vazhdojmë me energji pozitive. Kështu mbram e fillua në lagjen Arban për të vazhduar në lagjen Ortakoll. Me këtë rast, kandidati Totaj tha se puna jonë gjithë përfshirëse në Prizren do të shpërblehet me besim dhe votë, duke pasur parasysh faktin se ne kemi një qasje gjithë përfshirëse dhe do të kemi mundësi të krijojmë standarde, të ndërtojmë një sistem të vlerave, të kemi më shumë ide, më shumë resurse humane, kapacitete, energji dhe vizion, ka theksuar Totaj. Sipas tij, ky kombinim i faktorëve ndikon drejt për drejt në cilësinë e procesit të vendimarrjes. Parasysh faktin se na kemi një qasje gjithë përfshirëse, do të kemi mundësi që me kriju standarde, me kriju sistem të vlera, me pas ide më tepër, me pas resurse humane, kapacitete, energji, vizion, edhe këtë ky input pastaj ndikon në mënyrë kvalitative me një proces të vendimarrjes më të mirë, përveç aspektit kvalitativ, e kemi edhe aspektin gjithë përfshirës si një qytet me diverzitet, edhe si një qytet i cili nuk e lenon asnjë komunitet sa do i vogël qoftë. Prandaj kjo formulë konsideroj që është një formulë e suksesit, e cila do të na mundson jo vetëm fitoren, por edhe qeverisjen më të mirë. Derisa edhe kandidatët që tashmë kanë fituar vendin në asamblesë si Arjanite Berisha në Arban, kurse në lagjen Ortakoll përveç kandidatit Totaj në emër të LDK-s ka folur nën kryetaria e LDK-s, doktoresha Mibera Mustafa, e cila foli për meritat e kandidatit dhe pse duhet votuar Shaqir Totaj. Ajo tha se Totaj përfaqëson dinjitetin e këtij qyteti. Ju thon drejtën, edhe pse vota është e msheft, dhe herën e kalume e kom votu, masi që na si LDK kemi dalë tret, se për ndryshë unë jam veterane e LDK-s, edhe e kom ato prioritet, e kom votu zotni Shaqir Totaj për pisa arsye. Pikës pari e di që zotni Shaqir Totaj është njeri shkollum, edhe ato në disa nivele, është njeri me përvojë, edhe është njeri që ka punu pas për gjatë gjithë karrierës së tij. E dyta është që unë konsideroj që zoti Shaqir Totaj është njeri nga ne dhe sillet sikur ne. Shkon me bicikletë, hec, para dite, mas dite. E treta është, e zoti Shaqir Totaj e dim që nuk ka pas me nevojë me him politik për mu pasunu. Disponimi mirë edhe akceptueshmëria e qeverisjes lokale, mënyrës që kemi funksionuar, me angazhimin teren, me aktivitetin teren të simpatizantëve, të aktivistëve, të vullnetarëve, shndrohet në votë, edhe kjo ka ndodhur, prandaj është një falënderim, dhe tash ju më ia dhoni një dua trokitje me vetë.